Në krahun tim të majt, Gresa Raçi dhe Valmira Ramadani, kapitenja dhe voleybolistja e ekipit Fairvolley, në krahun tim të djathtë, shtabi teknik, në krye me trajnerin Erdon Ibrahimi dhe krahti Albin Thaçi. Faleminderit shumë që jeni sonte me neve. Faleminderit. A nisim Albinin na? Me Albinin gjithë. Trener, 1, 2, 3 trofej, keni edhe të katërtin që keni arrit brenda këtij viti. Po, është kampionati i Kosovës që është mbyll këtë vit, po realisht llogaritet si për sezonën 2024-25. Për sezonën e re 2025-26 janë 3 trofej, është Superkupa e Kosovës, është Kupa e Federatës dhe prom është Kupa e Pavarësisë, që zhvillohet me zbashku me Shqipërinë. Gres, në një vet, po themi prej janarit e këtej, i jashtëzakonshëm për ekipin Fairvolley. Sa je krenare ti si kapiteni e ekipit, po në përgjithësi edhe me ekipin? Jam shumë krenare me ekipin. Këto kupa nuk kanë rastësisht, po na e kena tregu punë, disiplinë për kushtem. Përgjithësi që na e ka dhënë treneri i kena kry secila edhe mendoj që është merite gjithë seciles për këto. A ka qenë vështirë, Valmir? Se në pomit por shihen trofet, buzëqeshet, tash kur u kry puna është lehtë. Duket lehtë kur janë këto përpara, po realisht nuk është që ka qenë shumë e lehtë, se kampionati në Kosovë vetë se është në ngritje e sipër këtë vit, kështu që s'është qenë e lehtë, po ja kemi dalë dhe po uroj të vazhdojmë kështu deri në fund këtij kampionati. Sa është e rëndësishme në realitet kur një ekip jep mund edhe në fund vjen trofeu dhe shpërblehet mundi i krejtëve që bojnë gjatë vitit për shembull. Për neve si sportist nuk ka kënaqësi më të madhe që mundet me përshkruaj këtë ndjenjë, këtë punë që e bojmë ne edhe në fund shpërblehet me këto kupa, nuk ka ndjenjë më të mirë. E fundit ke Gres Kupa e Pavarësisë, nëse s'gaboj ke ekipi Pogradecit në finale. Sa ka qenë dallimi në kualitet, sa ka qenë e vështirë me arritje fitoria? Ekipi Pogradecit është mos gabosha kampioni i Shqipërisë, edhe është ekipi vetëm pa humbje këtë sezon. Është pa humbje, po kampioni i Shqipërisë është Tirana. Okej. Po si vjet janë pa humbje dhe ata asnjë ndeshje. Pogradeci do të thonë është ekip pa humbje. Po, për këtë sezon edhe na jena pa humbje, Fairvolley, edhe të dyat kena pas kualitet shumë të mirë. Kurse dje jena konë benchëm më të mirë edhe 3-1 kena fitu. Bravo, urime. Albini është një prej njerëzve që ju ka bashku ma vonë juve tjerë, besoj apo? Po. Qysh është Albin ndjenja me qenë pjesë e Fairvolley brenda kësaj periudhe? Sa tu kanë bërë një vjet e diçka? Tash sezona e dytë. Po. Realisht është një ndjenjë shumë e veçantë, për shkak se neve se unë jam rrit me shumicën lejtarëve, me trajnerin, me disa pjesëtar të kryesisë tonë. Neve që kemi qenë një grup që i kam përcjell gjatë gjithë kohës, kemi qenë bashkë, kam ndihmuar kohë pas kohë dhe pastaj sezonën e kaluar vetë se kemi filluar, tash sezona e dytë. Gjithçka po shkon mirë për momentin, po tregojnë vetë ato trofej tash të shumë. Ekipi, sa jeni kënaqur me ekipin? Po mirë them fillim, kur i shet trofejt është padyshim se kënaqësi shumë e madhe, po kur kthehemi mbrapa dhe shikojmë punën që është bërë, se unë e di që për me minimizu ose me minimizu punën e dikujt, çdo herë shumë njerëz që tentojnë me gjetë arsye të ndryshme veç për mos me pranu suksesin e dikujt. Po unë e them që ka qenë ndoshta sezoni më i vështirë për shkak edhe të moshës së re që kemi të lojtarëve. Po, kemi kualitet shumë në ekip, po llogarit e lojtarët kryesore, për shembull Peciki është lojtara nga Ukraina që i ka vetëm 17 vjet. Edhe tash i ka mbu 17 vjet. Kualiteti i saj është shumë i mirë, po uljet edhe ngritjet e saj janë shumëta. Sikur për shembull
mundet me ta fitu një ndeshje vet, po ndeshjen tjetër është për shkak të moshës, për shkak jo pjekurisë edhe është që në mban kontinuitetin. Po shumë problem me majt kontrollën e ekipit në këtë formë, po gjithsesi na ja kemi dal edhe po besoj që rezultatet po flasin vet, po padyshim se ka qenë jashtëzakonisht shumë e vështirë, sidomos ndeshja me Pogradecin. Pa marrë parasysh është fitu me rezultatin 3-1, po 3 lojtare të huaja kam pas ata, 3 lojtare të huaja kemi pas ne, edhe lojtarët më të mira të Shqipërisë i kanë në ekip, edhe na për shembull lojtarët më të mira të Kosovës, gati më të mirat po them, mos mi mbet barç dikujt, kështu që po besoj ka qenë ndeshje shumë rivalizuese, shumë e mirë edhe për publikun edhe për krejt, po padyshim se në fund po besoj ajo këmbgulja ka qenë shumë e madhe prej neve edhe padyshim se ne kemi lujt në shtëpinë tonë. Edhe përpara tifozëve tonë ka qenë një arsye ekstra për neve që me pru trofeun edhe për herë të parë, domethënë që është që e fitojmë kupën e pavarësisë, kështu që po besoj është një arritje shumë e madhe për gjithë neve edhe për vajzat padyshim. Për Gresën edhe Valmirën intereson me ditë sa keni përkrahje se ekipi Fervolejt nga shikuesit dhe sa është e rëndësishme përkrahja për juve kur jeni në palestër. Përkrahje kena shumë, spari prej familjarëve që nuk mungojnë asnjëherë, prej secilës lojtare gjithmonë janë të partë janë familja. Mas nej shikueshmëri të madhe ka marrë tash volejbolli për shkak që po bëhet shumë lojë të mira. Të gjithë vinë me këshyrë, shumë mirë. E ceki Gresa që spori janë familjar që nuk ka lojë që nuk vinë me na pa dhe me na përkra. Muj me thonë që janë motivi jonë kryesor i rrugës që e bojmë drejt fitimi trofejve, ndërsa shikueshmëria ka fillu të rritët tani, se qyteti Ferizajt ndihet ma shumë për handballin si sport. Ndërsa tani me fitimin e këtyne kupave dhe trofejve, ne vetë se e kemi ngritë shumë shikueshmërinë. E pash edhe postimin e kryetarit komunës, është një farë lloj kënaqësie besoj edhe për juve kur vlerësohet puna ku keni arrit. Po shumë, komuna tani edhe po na ndihmon si klub shumë a shumë se viteve të kalunen. Normal, ndihmit privilegjuar që e kemi për krajën e tyre, kështu që mendoj që kemi me vazhdu drejt kësaj rruge dhe m'ju pru trofeje dhe tjera. Alben, përvoja jote te skuadra Fervolejt, po më intereson me ditë prej asaj çka ke përjetuar deri tash, çka e bën Fervolejin të veçantë sipas teje? Po lojtarët janë shumë luftaroke, spori dhe janë shumë bashkuar për njëra tjetrën. Domethënë janë japin gjithçka nga vetja, janë lojtarët bashkuar që luftojnë deri në momentin e fundit. Kjo tregon në disa lojë që shumicën e kohës ndoshta kemi qenë duke humbur, e kemi rikthy me shumë pikë diferencë, mi po i kemi rikthy. Duke posa parasysh lojën e djashme, kemi qenë në fund të ndeshjes duke humbur, mi po kemi rikthy gjithçka, edhe pastaj besoj që kjo bashkimi i ekipës është pjesa kryesore e kësaj ekipës. Domthonë janë për njëra tjetrën deri në çdo moment. Na është bu specialitet kjo pjesë. Ju thomën e kanerë, nuk po dëni më mlon rahat. Pa tjetër duhet me pru punën, është ndeshja e 4 që e bim vetën situata tilla të vështira pa pas nevojë, edhe normalisht që e fitojmë fund, po thash nuk e di. Ama nështë dojmë për trajner me provu me këshyrë, nëse e në situatë keqa mundën më këthy. Po, ja, hera e 4, do në përthëm që është edhe e këthejmë, kështu që... Kena qef me po nervoz këto. Shpresoj që s'kan me bo mo, po gjithsesi, është një farë ndjenje komplet tjetër, që shta dhe Albini, kur e rikthen rezultatin, kur ka kësi rikthime, është jashtëzakonisht edhe përjeton më ndryshe edhe e ndjen shumë a trofej, kështu që po besoj që sidomos ndeshja e mbrëmshme ka qenë jashtëzakonisht e mirë dhe luftuar në këtë aspekt. A mund të themi që Fervolej në farforme është edhe si një farë lloj familje? Një nga volejbollistët e pashë në postimin e fundit që është largu tash. Po, është Vesa. Realisht unë po besoj ose pjesa kryesore ndoshta që unë si trajner kujdesna ose preferoj mas shumti është harmonia në ekip.
qikat e din prej mbledhjes parë, kur kena diskutu, për mu asnjëherë nuk e kena përmend punën e trofeve. Kur? Asnjëherë s'është përmend që kena me fitu ke trofej, kena me fitu ke trofej. Jo, çdo herë shkon ta shijojmë çdo moment. Si në stërvitje, si në ndeshje edhe pastaj normalisht se trofejt vinë vetë. Po kjo ka qenë synimi kryesor edhe çdo herë për mu, është shumë e rëndësishme vajzat me zvete për shembull me kon mirë, sesa për shembull me fitu një trofej edhe dëmon mos me pas atmosferë mbrana. Kështu që po besoj kjo është motoja edhe Fairvolleyt bashkë me neve si staf që tentojmë ta shijojmë çdo moment si stërvitje, si ndeshje edhe padyshim se trofejt nuk ka mundësi më të mungu nëse shkojmë këtë drejtim. A ka mirë trajneri? Po, besoj që motoja që është ta trajneri, bashkimi njëra tjetrës me ekip, na kanë pru që drejtash mos më kanë të mposhtura nga askush. A është e lehtë me pas trajnerin mashkull në ekipin e femrave? Çu është si përvojë? E lehtë. E lehtë s'është as femër as mashkull, nëse s'ki sukses. Po. S'ka të letë, kërkon s'ka të letë. Gjithkohën është e vështirë. Unë po besoj, unë nuk jam prej... është më vështirë trajner ti me ekip vajzav, a ekipi vajzav me trajner mashkull? Se është një farë, po më intereson që është me funksionu. Kena llojet ndryshme të trajnerit. Unë nuk jam prej atij lloji trajnerit që për shembull formën autoritare me nuk jam prej tyne. Unë jam formën ma demokrate të mundshme. Mi bisedu gjanat, mi thonë në sy, njëni tjetrit, me diskutu si për mirë, si për ketë gjithçka. Edhe besoj që unë mendoj se nuk është eksperienca e parë për mu, është eksperiencë edhe jashtë shtetit që kom pas. Besoj që afërsinë që e kam me lojtare na krijon atë energjinë e mirë që mujna më shpreh lirshëm. Siguron për shembull punën me Gresën tash që është kapitene, padyshim se pjesa e saj është e saj. Lojtarët nëse kanë diçka, komunikojnë me Gresën, Gresa komunikon me mua dhe e zgjidh me pa problem. Po gjithsesi ka raste kur edhe direkt duhet për shembull me komuniku me to dhe nuk besoj që për kaona jam për shembull ka probleme të tilla. Normalisht ajo pjesa e rregullave e ndeshjes, planit ndeshjes kur nuk shkon çu dohet, ajo po besoj pajtona me Gresën që nuk ka lidhje është femën apo trajneri, po. Sa është e vështirë, po më intereson për juve dy javë me ditë, sa është e vështirë Superliga si vjet në konkurrencën e femrave? Është shumë e vështirë, sepse tani edhe... Po shojmë edhe volejboliste që vinë nga jashtë plot. Po, se tani federata e ka miratu një ligj ku kemi të drejt 3 lojtare të huaja, kështu që është rrit shumë niveli i Superligës, kështu që është shumë e vështirë si vjet me fitu trofej, se secila ekip është pretendente për me fitu. Ekipa jonë për momentin është shumë mirë dhe po uroj të vazhdoj kështu që neve na mbetet vetëm puna dhe me vazhdu drejt këtyre hapave. Nëse e zgjedh një kundërshtar Gres për këtë sezon, kërën sheni si ma konkurent për në betejë për titull? Si ma konkurent, unë mendoj që 4 venet e para janë konë shumë sfiduese. S'moj me thonë për njënën, se 8-4 janë konë super të mira, kështu që s'pësha na një pak ma të veçum. Skenderajt nuk shë dosh mi mitë bërë se është pozitën e 5, po jënë aqë ngat me pikë, sa po besoj pjesa e dytë ko me konë haloma e fort, ndërmjet 5 pozitave të para në tabel, jemi na, është Drita Gjilanit, është Ferizaj, rivali i qytetit, është Fush Kosova edhe Skenderaj, po besoj që mes neve ka me qenë një luftë shumë e mirë, pasi edhe si vjet ka pas ndeshje shumë rivalizuese, që ndoshta janë fitu 3-0 ose 3-1, por rezultati ka qenë shumë i ngushtë me seteve. Kështu që janë nuanca të vogla që e kanë bo dallimin, edhe po besoj që njëjtë ka me konë edhe në janar, pjesën e dytë. Edhe e fundit, po fillojmë këtë pjesën kënej, cilat mbeten tash synimet e ekipit në vazhdim. Kjo vetë tashmë është në përfundim, po sigurisht lidhet me sezonin tjetër.
Synimet normal, çdo trofi të monshëm që është sezonën e dytë, kampione Liga Unike, gjithçysh, shpresoj shumë që kena mi fitu. Nëse vazhdojna me që t'ritëm, zbesoj që s'ka me ndodhë që ajo. Valmir, a mjafton kjo ekip për mi synu krejt këta trofe, a ka nevojë edhe për përforcime? Unë besoj edhe mendoj që mjafton, por gjithsesi nuk është se do rrim edhe kështu që ka surpriza, le të mbeten surpriza, por se Fairvolley do të jenë një ndër kandidatët kryesor për titull dhe për gjitha trofe tjera, kjo është e qartë. Trener? Padyshim, prej javës tashme, çtu në dielën e fillojmë synimin tjetër që është Liga Unike, Gjergj Kastrioti, ku padyshim se besoj se jemi ndër pretendentët kryesor. Po padyshim se presim edhe prej kryesisë me ndërhyrje në merkato, pasi e cekë më herët që Vesa Shabani vetë se është largu prej ekipit, që shfrytëzoj rastin me falenderu jashtëzakonisht shumë për kontributin edhe në këto 4 muaj. Edhe normalisht që do jetë një mungesë për neve, pasi ka qenë lojtare 6 sport, po unë po besoj që kemi lojtare që mund me na ndihmu në pjesën tjetër, po edhe patjetër ndërhyrjen merkato besoj që do të ketë prej ekipit, edhe ekipi vetë se do të vinë energji të reja, edhe po besoj se jemi gati për pjesën e dytë të sezonit. Ja, dhe mbyllim me Albinin. Po sigurisht edhe pjesën tjetër të kampionatit me ekipën që e kemi dhe me disa prurje që besoj që do t'i kemi një janar, ekipi do luftoj për gjitha këto 3 trofejt e ndryshme që janë, Liga Unike, Kupa Kosovës dhe titulli kampion. Besoj që jemi në rrugën shumë të mirë dhe besoj që së bashku me lojtarët dhe me gjithë klubin do luftojmë për gjitha trofejt e mundshëm dhe në fund t'i bëjmë krenor qytetarët e Ferizajt. Unë ju falenderoj secilit për juve, falenderit është e kënaqësi me qenë me neve dhe me dëgjuesit e Radio Lugaxhinit, me tregu përvojën e Fairvolleyt rrugën drejt suksesit. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, vetëm më lejo ti falenderoj edhe sponsorët për pa cilët padyshim se kish me qenë i pamundur suksesi edhe mbjetesa jonë si klub, gjithashtu komunën e Ferizajt që po na mbështet jashtëzakonisht, po edhe Ministria e Sportit patjetër që kanë do mjete për ne për pjesëmarrjen në gara evropiane, kështu që faleminderit shumë prej tyre. Pra, kjo është pjesa e bisedës.